Mirë se vini në edicionin qendror të lajmeve në Radio Televizionin 21. Në pothuajse gjysmën e vendvotimeve që supozohet të nënshtrohen procesit të rinumrimit të votave për kandidatët për deputet në zgjedhjet e parakohshme parlamentare të 28 dhjetorit, ky proces tashmë ka përfunduar. Në Prizren deri tash janë numëruar 172 nga 235 vendvotime dhe kjo komunë prind dukshëm me numrin e flet votimeve me gabime. Më i përfoluri në gjithë procesin e rinumrimit të votave në këtë komunë, kandidati i PDK-s për deputet, Feta Paqarizi, pasi ju hoqën rreth 6.000 vota shtesë, ka thënë se distancohet nga çdo keqpërdorim ose manipulim. Vetëm rinumrimi i votave në Prizren, proces ky që ende po vazhdon dhe ku janë mbi 235 vend votime për të numruar, ka nxjerrë numrin më të madh të fletvotimeve me gabime. Procesi i rinumrimit që nisi afro një javë më parë ka zbardhur manipulimin që është bërë në qendrat komunale të numrimit. Në Partinë Demokratike të Kosovës janë shfaqur parregullësitë më të mëdha dhe sipas njoftimeve të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, kandidatët që më së shumti kanë posuar me ndryshimin në rinumrim janë Feta Paqarizi që ka humbur 5.055 vota, Najt Hasani me 2.846 vota, Kujtim Gashi me 2.027 vota, Luljeta Veselaj Gutaj me 1.695 vota dhe Arjanet Çollaku me 1.519 vota. Në lëvizjen vetëvendosje, ndryshimin më të madh ka pësuar Arbe Rexhaj me 547 vota më pak, Rea Krasniqi me 450, Valon Ramadani me 417, Dafina Alishani me 364 dhe Vendenis Lahu me 243 vota më pak. Në lidhjen demokratike të Kosovës, Gjavit Uka ka humbur 1.328 vota, pasuar nga Driton Selmanaj me 896 vota, Anton Çuni me 471 vota, Visar Azemi me 354 vota dhe Ardian Shala me 143 vota. Në Aleancën për Ardhmërinë e Kosovës, Besnik Krasniqi me 443 vota më pak, Burim Ramadani me 118, Edmond Hoxha me 122, Tringa Morina 160 dhe Pali Lekaj me 53 vota më pak. Aktualisht, problemet me fletvotimet dhe ndryshimet e manipuluara në to kanë prekur edhe kandidatët e partive jo shumicë. Sipas votave të rinumruara deri më tani, jashtë kuvendit mund të mbetet ministri në detyrë i zhvillimit rajonal Fikrim Damka nga Partia Demokratike Turke e Kosovës. Për shkak të ndryshimit në numër të votave, para tij tani ka dalë kandidati Ergul Mazreku. Damkës janë hequr 68 vota deri më tani, ndërsa Mazrekut janë shtuar 15. Rinumrimi i 1/3 së vendvotimeve për zgjedhjet e parakohshme parlamentare të 28 dhjetorit nisi më 13 janar, pasi u vërejtë ndallime në fletvotimet me votat për kandidatët brenda subjekteve politike. Komisioni Qendror i Zgjedhjeve ka bërë të ditur se procesi ka përfunduar në 19 komuna dhe se tani fillimisht do të vazhdojë me rinumrimin në Prizren dhe pastaj në komunat e tjera. Zëdhënësi i komisionit Valmir Elezi tha se procesi i rinumrimit pritet të përmbyllet deri në fund të javës së ardhshme. Prokuroria e Shtetit në Prizren i ka kërkuar policisë së Kosovës që të identifikojë përgjegjësit e manipulimit me vota në këtë komunë dhe të hetojë të gjitha keqpërdorimet. Vendimi i kryeprokurorit në Prizren erdhi pas dallimeve të mëdha në vota në këtë komunë brenda partive politike. Një numër subjektesh dhe shoqëria civile kërkuan gjatë ditës ndërhyrjen e organeve të ndjekjes. Kryeprokurori i Prizrenit, Petrit Kryeziu, i tha Radio Televizionit 21 se janë evidentuar keqpërdorime të dukshme të votave gjatë numrimit brenda subjekteve politike në rajonin e Prizrenit. Ai tha se ka lëshuar autorizim për Policinë e Kosovës që të hetojë gjithë rastin. Reagimi i kryeprokurorit të Prizrenit erdhi në pothuajse përfundim të procesit të rinumrimit të votave në këtë komunë që doli të jetë më problematikja. Në këtë drejtim, sot në cilësinë e kryeprokurorit, me vetë iniciativë kam lëshuar autorizim me shkrim për Policinë e Kosovës që t'i identifikoj personat përgjegjës, të siguroj prova relevante përfshirë proces verbalet dhe nënshkrimet.
Kryeziu tha se të gjitha ata që kanë qenë të përfshirë në rastin e keqpërdorimit të votës do të ndëshkohen pa kompromis. Çdo person që ka vendosur në nënshkrimin e tij duke falsifikuar rezultatet zgjedhore dhe duke ndryshuar vullnetin e qytetarit, nuk duhet të qëndrojë i qetë. Do të mbajë përgjegjësi të plotë penale. Manipulimi i votës dhe falsifikimi i dokumenteve zgjedhore janë krim dhe do të ndëshkohen pa kompromis. Kryeziu tha se prokuroria në Prizren ka monitoruar nga jashtë procesin e rinumrimit të rezultateve, por reagimi i prokurorisë në Prizren erdhi pas ngritjes së shqetësimeve nga subjektet politike dhe shoqëria civile për manipulimin e rëndë të votave të kandidatëve për deputet në këtë komunë. Gjatë të dielës, Instituti Demokratik i Kosovës i kërkoi prokurorisë që të nisë hetimet rreth manipulimit me vota. Eugen Cakolli nga KDI në një shkrim të tij tha se manipulimet nuk janë bërë krye në veti nga komisionerët. Ku është dhe çka po pret prokuroria që nuk po nis hetime dhe ndjekjet penale për manipulimin e votave të kandidatëve që në disa vendvotime e komuna kanë marrë për masa industriale. Emrat e komisionerëve për secilën tavolinë numërimi në ÇKN dihen, por këto manipulime nuk janë bërë krye në veti nga komisionerët. Dhjetra qindra vota të shtrembëruara në një vendvotim të vetëm, e mira në nivel komune, kryesisht për kandidat të caktuar edhe në komunat e tyre, nuk janë as rastësi e as gabim njerëzor. Prandaj përfshirja e kandidatëve të caktuar në këto skema është shumë e mundshme, kështu që hetimi pashmangshëm duhet t'i përfshijë edhe ata. Një numri të kandidatëve për deputet nga të gjitha subjektet politike u janë shtuar ose hequr votat gjatë procesit të numrimit duke manipuluar me rezultatin e zgjedhjeve. Një numër i kandidatëve për deputet, posaçërisht nga Prizreni, kanë reaguar duke mohuar çfarëdo përfshirje ose të kenë qenë në dijeni të manipulimeve. Edhe zëdhënësi i KQZ-s Valmir Elezi ka folur për çështjen e rinumrimit të votave. Ai thotë se sipas vendimit të KQZ-s i datës 13 janar 2026, rinumrimi i plot do të përfshijë 10 komuna, ndërkaq në 28 të tjera do të rinumrohen vetëm nga 10% e vendvotimeve të tyre. Varësisht nga gjetjet gjatë rinumrimit në këto 28 komuna, KQZ mund të marrë vendim të ri për rinumrim të vendvotimeve të tjera. Aktualisht, KQZ nuk ka marrë ndonjë vendim tjetër, tha ndër të tjera Elezi. Presidentja e Republikës Vjosa Osmani ka filluar siç vlerësojnë analistët një lloj parafushate në rrjetet sociale duke promovuar punën e saj 5-vjeçare, gjë që vjen në një kohë kur në opinion flitet për një mandat të dytë të saj në krye të shtetit. Analistët politik vlerësojnë se Osmani përmes kësaj qasjeje po ushtron trysni publike mediale ndaj kryeministrit në detyrë Albin Kurti për një rikandidim të mundshëm, duke synuar që para opinionit publik të dëshmojë se zgjedhja e saj është e duhura për vendin. Artan Muhaxhiri thotë se pozita e presidentës aktuale është e vështirë për shkak të ndryshimeve në kontekstin politik, krahasuar me vitin 2021, kur ajo u zgjodh për herë të parë. Sipas tij, çdo gjë do të varet nga lideri i lëvizjes vetvendosje, subjekti që i fitoi bindshëm zgjedhjet e 28 dhjetorit. Presidenti Osmani është në një pozitë shumë të vështirë, sepse gjithë konteksti politik ka ndryshuar në raport me vitin 2021, kur është zgjedhur për herë të parë, dhe tash varet nga shumë faktorë të tjerë, të cilët nuk janë në dorën e saj. Çdo gjë do të varet nga zoti Kurti, sepse 51% që ja jep këtë mundësi, këtë hapësirë, edhe deri në momentin e fundit as vetë presidenti Osmani nuk do ta ketë të qartë nëse do të rikandidohet sërish nga zoti Kurti apo jo. Sipas Muhaxhirit, kjo parafushat e presidentës, përveç presionit publik medial ndaj Kurtit, synon edhe krijimin e një arsyetimi në rast se ajo nuk rikandidohet, në mënyrë që të mbahet mend si lidere e suksesshme. Ndërsa analisti tjetër politik, Dorajet Imeri, vlerëson se komunikimi i Osmanit me publikun është i pritshëm, por nuk është vendimtar për procesin e zgjedhjes së presidentit. Për më tepër, Imeri thotë se një pjesë e punëve që prezanton Osmani në rrjetet sociale nuk është e saj. Është e pritshme, është në përpjekjen e saj për të krijuar, me ta themi, një opinion përgjithshëm që zgjedhja e saj është e duhura, e nevojshme.
natyrisht është e kuptueshme sepse është aktor politik dhe praktikisht është edhe në kuadrin e fushatës. Nuk parashihet me ligj që të ketë, ta themi, një periudhë fushate për kandidatë për president. Gjithsesi, kjo nuk e ndalon që të komunikoj me publikun, me njerëzit që para se gjithashtu të krijohet opinion publik. Kjo nuk mund të ndryshojë sjelljen e partive, sepse sjelljet e partive nuk varen detyrimisht nga, sa themi, opinioni publik i krijuar në një moment të caktuar, së paku ju të rasti presidentit. A mund t'i kushtoj pastaj me votë? Një pjesë e punëve që prezanton zonja Osmani nuk janë të saj, po s'do të thotë që si ka bërë mirë se angazhim që ka pasur profesionalisht. Pyetja që shtrohet këtu pastaj është se zonja Osmani flet edhe me Lidhjen Demokratike të Kosovës. Sipas kushtetutës, zgjedhja e presidentit të ri duhet të bëhet jo më vonë se 30 ditë para përfundimit të mandatit të presidentit aktual. Nëse deri më 5 mars nuk zgjidhet presidenti i ri, vendi shkon në zgjedhje të jashtëzakonshme brenda 45 ditësh. Serbia ka vendosur që edhe këtë vit të propagandoj kundër kapaciteteve legjitime ushtarake dhe të sigurisë në Kosovë. Kjo u pa nga deklarata e kreut të shtetit fqinj, i cili pretendon se forca e sigurisë së Kosovës po armatosët në kundërshtime të drejtën ndërkombëtare dhe se Aleanca Kroaci-Shqipëri-Kosovë sipas tij cënon drejt për drejt interesat dhe sigurinë e Serbisë. Duke e komentuar deklaratat e Vučićit se kjo paraqet kërcënim për vendin e tij, hulumtuesi nga Instituti Oktopus, Gurakuq Kuqi, thot se ankesat e presidentit serb janë pjesë e një strategjie psikopropagandistike. Realisht Aleksandar Vučići është prej atyre njerëzve që bashkë me propagandën serbe nuk lën çdo lloj mjetish ta përdor kundër Kosovës. Ai e di mjaft mirë që Kosova është në forcimin e ushtrisë së saj në kuadër të NATO-s dhe vetë ka pasur deklarata nga NATO dhe SBA-ja që armatosja e Kosovës është ka bërë konform rregullave dhe deri në 2028 që është edhe planifikuar transformimi në ushtri operacionale, por megjithatë ata e përdorin këtë çështje duke përfshirë edhe elementet e tjera që po ndodhin kohëve së fundit, si një lloj strategjie, si një lloj operacioni psikostrategjik që bën Vučići. Kuqi vlerëson se institucionet e Kosovës duhet të jenë të përgatitura për t'u përballur me këtë lloj komunikimi strategjik nga Serbia. Organet e sigurisë në Kosovë bashkë me gjitha institucionet tjera duhet të kenë një strategji e cila e ka parasysh se si funksionon Stratkomi ose strategjia e komunikimit të Serbisë dhe në këtë mënyrë duke pasur parasysh strategjinë e tyre atëherë të krijohet një lloj kundërstrategjie e cila në bashkëpunim me shoqërinë civile, media dhe po ashtu aktorë të cilët janë me interes në Kosovë ta mbajnë masën e paprekshme nga kjo lloj propagande, nga kjo lloj lufte hibride që është duke ndodhur. Edhe hulumtuesi në Hibrid Info, Festim Rizanaj, vlerëson se deklaratat e Vučićit kanë ndikuar në përhapjen narrative të rrezikshme, të cilat sipas tij krijojnë panik te komuniteti serb në Kosovë. Në momentin që Vučić është deklaruar, domethënë se Kosova po armatoset për ta sulmuar Serbinë, këto narrativa janë amplifikuar edhe nga personalitetet tjera, njëkohësisht edhe media të tjera, me qëllim që në farforme kjo ndikon në konsumin e brendshëm kryesisht përdoret, se krijohet një lloj viktimizimi se Kosova po armatoset me qëllim Serbinë, njëkohësisht ka qarkulluar edhe narrativa se kjo e dëmton edhe sigurinë e serbëve në Kosovë. Këto janë të rrezikshme sepse krijojnë panik kryesisht te komuniteti serb në Kosovë, sepse ata në bazë të informacioneve që kemi, kryesisht informohen nga mediat në Serbi dhe nuk i përdorin mediat kredibile që janë në Kosovë, dhe mediat edhe në gjuhën serbe. Ndërkohë, Ministria e Mbrojtjes i ka cilësuar deklaratat e presidentit serb si të pavërteta dhe tendencioze. Zëdhënësja e kësaj ministrie, Liridona Gashi, thekson se zhvillimi i FSK-s nuk ka plane kërcënuese. Forca e sigurisë së Kosovës po zhvillon kapacitetet e saj për qëllime mbrojtëse në përputhje me Kushtetutën e Republikës së Kosovës dhe standardet e NATO-s, si dhe në koordinim të plot me partnerët tanë ndërkombëtar. FSK-ja nuk është dhe nuk do të jetë e orientuar ndaj kërcënimit apo sulmit ndaj asnjë shteti. Përkushtimi ynë ndaj vlerave perëndimore dhe paqes dëshmohet edhe nga fakti se të gjitha prokurimet ushtarake realizohen në mënyrë transparente me shtetet anëtare të NATO-s për dallim nga Serbia.
Në Këshillin për Siguri Kombëtare në Serbi, presidenti Vučić ka thënë se procesi i transformimit të FSK-s po zhvillohet me mbështetje nga fuqitë të mëdha perëndimore dhe Turqia, dhe sipas tij kjo bëhet në kundërshtim me rezolutën 1244 të Këshillit të Sigurisë së OKB-s. Lidhur me këtë pretendim të Beogradit zyrtar, institucionet e Kosovës theksojnë se rezoluta 1244 nuk ndalon krijimin apo zhvillimin e forcës së sigurisë së Kosovës, ndërsa zhvillimi i saj po bëhet në përputhje me Kushtetutën e Republikës së Kosovës dhe në koordinim me partner ndërkombëtar përfshirë NATO-n. Mbetemi në sferën e sigurisë, konkretisht për vrasjet gjatë vitit 2025 që sipas policisë së Kosovës janë regjistruar 18 vrasje, disa nga të cilat tërhoqën vëmendje më të madhe të publikut, sikurse janë vrasja e policit Muhamet Lika në Kaçanik dhe një seri vrasjesh në rajonin e Gjilanit dhe Prizrenit gjatë gushtit të vitit të kaluar. 4 persona janë vrarë brenda një dite në gusht të vitit të kaluar. Vrasja e trefish në Gjilan dhe një tjetër në Prizren patën tronditur vendin, sikurse dhe vrasja e rështerit të policisë së Kosovës, Muhamet Lika në Kaçanik. Drejtori i përgjithshëm i policisë së Kosovës, Gazmend Hoxha, konfirmon se Mefail Shkodra me djemtë e tij të dyshuar për vrasjen e trefish në Gjilan kanë qenë me të kaluar të dyshimt kriminale. Te rasti i vrasjes të fundit e kemi serioze, për shembull atë që po flet për rastin e Gjilanit ku u vran 3 persona. Ai persona me dashuar dhe me të kaluar kriminale të dyshimt, të cilët ne kemi pas në procedim, kemi pas arrestuar për rastet e fajdës, dhe pastaj në ndërkohë janë liruar për shkak procedurave të limituara që aktualisht Kosova i ka këtë ligj. Po kemi qenë duke trajtuar rastin dhe kemi pas arrestuar personin e dyshimt kryesor, ka qenë arrestuar nga policia e Kosovës 6 muaj më herët. Hoxha shprehet se është e pamundur që të parandalohen tërë këto raste të vrasjeve. Kosova e ka nisë jetën e saj pas luftës në vitin 2000 me 260 vrasje. Pastaj kanë lëviz 170, 158, 130, 150. Vitin që shkoi ne kemi pas vetëm 17 vrasje të raportuara. Në këtë vit kena 18. Do thotë rënja është shumë rapide në krahasim me ku kemi qenë dhe ku jemi. Po është e pamundur gjitha rastet e vrasjes apo rastet e rënda të parandalohen për shkak që nuk mund të jetë policia në çdo kund, në çdo vend, në çdo banesë, në çdo lokal, në çdo rrugë. Sipas drejtorit të Qendrës Kosovare për Studime të Sigurisë, Mentor Vrajolli, shqetësu se janë motivet e vrasjeve në vendin tonë. Kryesisht ka pas motive të ndryshme të vrasjeve, ato që kanë qenë ndoshta më shqetësuese se një numër i caktuar i vrasjeve kanë qenë të lidhura me krimin e organizuar dhe aktivitetet kundërligjshme, e që fatkeqësisht edhe më tutje po ballafaqohemi me probleme të tilla, sidomos këto loan sharks, fajdet janë një ndër problemet e theksuar që janë raportuar, dhe një vrasje që ka pas më së tepër me bujë gjatë këtij viti. Sipas tij duhet të krijohen mekanizmat të cilët u garantojnë qytetarëve që mund të raportojnë pa u identifikuar nga kryesit e veprave. Ekziston problemi që mbase brenda strukturave të institucioneve të sigurisë ka elemente të përfshira në këto aktivitete apo të afërta me persona që merren me këto veprimtari, e që i bën që këta persona që janë viktima të këtyre krimeve të mos guxojnë të raportojnë në institucionet e rendit dhe ligjit. Kjo do të është pjesa e parë që duhet të sigurohet, po ashtu duhet të krijohen mekanizma të cilët i lehtësojnë këtyre qytetarëve që t'i raportojnë këto raste. Ndërsa eksperti i sigurisë Avni Islami ngre shqetësimin edhe për posedimin e një numri të madh të armëve ilegale nga ana e qytetarëve. Numri i armëve është jashtëzakonisht i madh tek duart e qytetarëve, por qoftë armë të cilat mund të licencohen dhe të jipet leja për to, qoftë edhe armë luftarake si janë kalashnikove të tjera, pra armë të cilat mund të vrasin në masë njerëz. Prandaj, sikurse vitet e kaluara është mirë, do të ishte rrugës që institucionet e shtetit të fillojnë edhe një herë, dhe unë besoj çdo vit është dashur që të ketë një amnesti dhe gjitha ato armë të cilat mund të evidentohen, mund të licencohen,
dhe të kryen trajnime të caktuara për krye familjarë në kushdo qoftë, të magazianohen dhe të mos keq përdorur të arme. Raportet tregojnë se vrasjet si pasojë e dhunës në familje kanë qenë shqetësuese edhe në 2025, me raste ku viktimat janë gra dhe fëmijë, të kryera zakonisht nga bashkëshortët apo anëtarë të familjes. Do theksuar se PEA në vitin 2025 nuk regjistroi asnjë vrasje, gjë që konsiderohet një arritje historike për rajonin pas shumë dekadash. Korporata Energjetike e Kosovës tha se ndalja e punës në blokun B2 të termocentralit u bë për shkaqe teknike dhe operim pa ndërprerje të tij. KEK bëri njoftimin vetëm pas reagimeve për ndërprerjen e punës së bllokut B2 që u cilësua si mirëmbajtje dhe menaxhim i dobët. Njësitë e termocentralit të Kosovës sërish janë ndalur pas problemeve të shkaktuara në fillim të vitit. Bloku B2 termocentralit ndali prodhimin të dielën dhe Korporata Energjetike e Kosovës tha se kjo bë për kontrolle teknike, me që sipas saj ky blok ishte në operim të pandërprerë që nga data 26 tetor 2025 dhe ka realizuar 2000 orë punë. Por korporata reagoi vetëm pas njoftimeve të tjera se furnizimi me energji nga termocentralet është vënë në vështirësi. KEK tha se kontrolli do të zgjasë 2 ditë dhe do të punohet sipas saj në renovime të tjera. Duke marrë parasysh ngarkesën e vazhdueshme operative dhe kushtet aktuale teknike, është e domosdoshme që kjo njësi të nënshtrohet një kontrolli teknik me qëllim të vlerësimit të gjendjes së saj, rifreskimit të parametrave operativ dhe sigurimit të vazhdimësisë së qëndrueshme të prodhimit. Reagimi KEK-ut erdhi pasi gjatë ditës një ish-deputet i Partisë Demokratike të Kosovës, Ferhat Shala, në postimin e tij në rrjetet sociale, ka shkruar se mbi 250 MW energji elektrike janë larguar nga sistemi pa asnjë paralajmërim. Çdo rënje e njësive krijon krizë në treg, aq më tepër kur kemi rënje të paplanifikuara si kjo e sotmja, të cilat rrisin çmimet dhe u japin tregtarëve hapësirë të diktojnë kushtet, ndërsa qytetarët paguajnë pasojat, institucionet heshtin, investimet nuk japin rezultat dhe siguria energjetike dobësohet. Pa reforma serioze dhe llogaridhënie, krizat do të vazhdojnë dhe çmimet e energjisë elektrike për konsumatorët padyshim do të rriten. Me pak se një javë më parë, KOS bëri me dije se ka aplikuar reduktime të rrymës për shkak të mbingarkesës së rrjetit energjetik. Problemet me rrymë nisën edhe në dhjetorin e vitit të kaluar dhe kishte paralajmërime se gjatë ditës së zgjedhjeve, me 28 dhjetor edhe mund të ketë reduktime. Kosova ka importuar rrymë me çmime të ndryshme prej muajsh dhe sipas Keskos, vetëm gjatë 16 ditëve të para të janarit, importi ka shkuar në 9.5 milion euro. Zyra e rregullatorit të energjisë elektrike ndërkohë ka bërë me dije se gjatë muajit mars të këtij viti do të mund të shqyrtohen tarifat e rrymës dhe ato mund të rriten sërish nëse importi vazhdon të jetë i lartë. Furnizimi i rregullt dhe cilësor me rrymë, sidomos në lokalitetet rurale, mbetet problem i vjetër. Banorët e rreth 60 familjeve të lagjës Ahmetaj në fshatin Koliç të Prishtinës, përveç mungesës së rrymës, në hall janë edhe me energji elektrike të dobët, e cila po u shkakton dëme të konsiderueshme në pajisjet elektrike. Kryetari i Bashkësisë Lokale të fshatit Koliç, Bedri Hajzeri, thotë se deri më tani asnjëherë KEC nuk ka kthyer përgjigje ndaj ankesave të banorëve. Si përfaqësues i banorëve, ai kërkon të intervenohet në rrjetin elektrik, shkaku i dëmeve të mëdha nëpër shtëpitë e tyre, për pasojë të rrymës së dobët dhe ndërprerjes së shpesh të saj. Që sa herë organizohemi me kërkesa, me peticione, me i drejtohemi KEC-it dhe mirë deri me tash nuk kemi marrë asnjë përgjigje prej tyne. Andaj është kërkesa jona gjithë banorëve këtu që jemi këtu, jo vetëm në lagjën Ahmetaj, po në gjithë fshatin Koliç, të intervenohet me rrjetin elektrik, sepse po kem dëme të mëdha. Duke u nisur kohës fundit nuk i ka një muj ditë që kem pas rastin që kem pasur rryma ka qenë qaq e dobët që veç themi sa një llame vogël ka met dhe dashtë prej banorëve kanë thirrë në KEC dhe kanë thonë që do të më ndalë rryma se gjitha pajisjet kanë tokall edhe ka pas rrezik për shembull edhe tek shtëpia dhe kështu me radhë.
se për dome në investri kanë pos shumë, gjithë se cila familje kanë pos duke nisër për televizionit, frigoriferave, gjitha këtu që ka e në gjëra të investrisë dhe me thonë që e kanë pos dëme. Si pasojë e këtij problemi më rrym, banorja Gjevahire Beqiri vuri në pa, siç tha humbje të mëdha ekonomike, përfshirë edhe dëmtimet e pajisjeve elektrike pas çdo ndalje të energjisë. Ne si banor të fshatit Koleq nuk pranojmë në asnjë mënyrë të mbetemi në pa shërbimet bazike dhe elementare për të jetuar dhe punuar në këtë fshat. Kërkesa jonë është drejtuar institucioneve përgjithëse që të kemi furnizim të rregullt me energji elektrike, për shkak se Koliqi tashmë është një fshat turistik dhe po ka humbje të mëdha ekonomike, duke përfshi pajisjet elektrike të cilat dëmtohen pas çdo ndalje të energjisë elektrike. Ndërsa Ymer Hajzeri theksoi se shuma e dëmeve materiale është 300 euro në shtëpinë e tij. Më kanë djekë pajisjet, thujse në përgjithësi, shparet e rrymës, masine larjes, e shumë do pjesë tjera, kena bo ankesat janë kecë, kanë thonë se i pagujna, po që 2 muaj nuk ka kur gjë. Edhe këtë probleme kemë, thujse që 10 vite e ma shumë Moskovat, rryma adopt shumë, një shi që shëtë kanë edhe këta që folen ma heret një shi me rase një borë, këto rrymë nuk kemë, e nalin ka 2-3 ditë, 3-4 ditë. Banorët e fshatit Koleq kanë paralajmëruar edhe tjera protesta para kecit nëse nuk realizohen kërkesat e tyre. Një familje në komunën e Obiliqit ka pësuar dëme të konsiderueshme materiale nga vërshimet në këtë fillim vit. Kësaj familjes Kajtazi është rrëzuar edhe një pjesë e murit rrethues të oborrit të shtëpisë. Driton Kajtazi, banues në rrugën Hyvzi Sylemani në Obiliq, thotë se përveç vërshimeve dëmet janë shkaktuar edhe nga bllokimi i urave në lumin Sitnica dhe hedhja dheut në shtratin e tij, gjë që ka penguar rrjedhën normale të ujit. Kuzhina, podi, garazha, zidi urzu ka të shupat ku jenë uqaj, tërklazhe krejt, për vërshime, edhe po hen uji gati qita vjetë, për na merë. Jo, hala se na kanë komunë. Hala të hanën, qyrëm i këna fotografu do senet që janë kanë bërë dëmë me qitë lutjen. Nuk ka puna e para, po puna që për na dëmëta neve ujë. Ai ka kërkuar nga komuna që të ndërmarrë masa për zgjedhjen e këtij problemi, duke theksuar se shkaktari i situatës është faktori njeri. Shuma e domeve 7.000-8.000 euro që të është, se kuzhina në 350 euro kuzhinë thjesht nuk ka. Shporimi so kushton frigideri që të senet elementare të shpisë. A ka mujtë me bo ma shumë dënë se traktorin e këmë posë të kjerën, po i këmë hjek ato. Unë e pres për komune me regullu që të farë problemi edhe mësë me nëndodhë që kja mo. A i vërshime ku të bjesh tepër ku të merë kejt, a i ketë në regula. A mo kjerë s'ka posë shumë vërshime këtë. Pas ankesave të Driton Kajtazit, kryetari i Obiliqit Halil Thaqi ka bërë të ditur se është formuar një komision i cili po merret me 19 pika problematike ku ka pasur vërshime dhe se komuna ka ndërmarrë veprime konkrete për eliminimin e deponive ilegale në këtë komunë. Kem themelu një komision i cili po merret me pikimin e pika kyçe, problematika ku i kem pas për këto vërshime. Pra na jena duke e skanu gjende që vërshimet në të ardhmen mos me ndodhë. I kem 19 pika ku na i kem detektu fakt që janë problematika ku edhe ka pasur vërshime. Puna ime e parë si kryetar komune, në javën e parë si kryetar komune, ka qenë anullimi i një tenderi me vlerë prej 450.000 euro që është hapur nga komuna për deponit, për eliminimin e deponive ilegale.
Vërshimet e këtij fillim viti kanë shkaktuar dëm materiale në disa zona të komunës së Obiliqit, veçanërisht në afërsitë e lumit Sitnica. Ju falemderit për vëmendje dhe mirupafshim në edicionet e radhës.